Në mbledhjen e radhës së Këshillit të Qarkut të Korçës, ndër të tjera, është miratuar edhe protokolli bashkëpunimit midis Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA dhe Këshillit të Qarkut të Korçës. Ky bashkëpunim do të shtrihet në fushën e teknologjisë së informacionit dhe do të zhvillohet në Universitetin Fanoli të Korçës. Në bashkëpunim me universitetin, ne aplikuam vitin e kaluar. Është një nga projektet e vetme në këtë fush në drejtim të teknologjive të larta të informacionit. Vlera e investimit nga TIKA ka shifrën 146.000 euro. Ne i bashkohemi për pjesën e infrastrukturës që lidhet me implementimin e këtij projekti. Besoj është një vlerë e shtuar, nuk i shërben thjesht universitetit, por i shërben gjithë rajonit. Do jetë një infrastrukturë teknologjike që do ndihmoj institucionet e rajonit në menaxhimin e të dhënave dhe në arritjen e sigurisë së këtyre të dhënave. Ju paraprin zhvillimeve edhe një qasje më inovative dhe më afër teknologjive që duhet kenë institucionet edhe komuniteti. Edhe shpresoj që të vihet shpejt në punë dhe të kenë mundësi, të kenë akses edhe universiteti patjetër edhe institucionet. Kështu që është një gjë shumë e mirë që realizohet. Vitin e kaluar, po me këtë agjenci, Këshilli i Qarkut ka zhvilluar një tjetër projekt për nxitjen e bletarisë në Qarkun e Korçës.